6 muaj nga dorëzimi në gjykat, zvarritja për vendimin nëse dosja Partizani do t'i nënshtrohet apo jo gjykimit vazhdon. Edhe këtë të enjte seanca dështoi pasi mbrojtësit e të pandehurve kërkuan përjashtimin e gjyqtares së çështjes Flojera Davidi. Ne unanimisht të gjithë subjektet e kësaj çështje morëm një vendim për të kërkuar përjashtimin e gjyqtares Flojera Davidi për një anshmëri të theksuar në vendimarrjen e saj, një kaos gjyqësor, i cili pa shpjeguar shkaqet e lishmërisë apo pa lishmërisë së kërkimeve tona, mori një vendim të padrejtë. Ne do të vijojmë pastaj, me detyruar të vijojmë me gjyqtaren Flojera Davidi, është në datën 5 maj në orën 11:30. I pyetur nëse këto kërkesa prej 6 muajsh janë artifica ligjore për të shtyrë procesin pas zgjedhjeve, Gjokutaj thot. Kjo e zgjedhjeve nuk është eklipsi i diellit. Dakord? Pse e lidhi me zgjedhjet? S'ka lidhje kjo punë me zgjedhjet sepse shiko, po t'ishte se kodi do parashikonte që në 11 maj suprimohet kodi i procedurës penale dhe kodi penal, e kupton? Atëherë mund të thisi për një shtyrje. Në këtë proces janë marrë të pandehur Sali Berisha për kohën kur ka qenë kryeministër, dhëndri i tij, një noter dhe 2 biznesmen. SPAK e akuzon Berishën për korrupsion në favorizimin e dhëndrit të tij për të privatizuar truallin e kompleksit sportiv Partizani.